Cilat do të jenë detyrat parsorë të shtëpisë të qeverisë së re në të cilën participoni edhe ju? Të fillojmë me detyrën e parë. Sigurisht, shumë e rëndësishme është që të jepet një mesazh, një porosi që ky është fillimi i reformave të shumë pritura. Do thotë, duke filluar nga ato në gjyqësi, por pa harruar se ky vend është në stabilitet plot dhe qëndrueshëm, duke respektuar etni. Do thotë, nuk duhet harruar marrëveshjen e Ohrit, nuk duhet harruar statusin e gjuhës shqipe. Do thotë, ashtu siç përcaktohet me marrëveshjet e Ohrit dhe me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, ne nuk kërkojmë jashtë marrëveshjes së Ohrit dhe jashtë Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, sepse është keq përdorur edhe nga parti politike për qëllimet politikave dytore. Se Gjoja Ali Ahmeti ka thënë para 10 vitesh që gjuha shqipe është përmbyllur, gjuha shqipe është zyrtare. Unë asnjëherë një gjë të tillë nuk e kam thënë. Kam thënë që gjuha shqipe dhe statusi është akoma i pambyllur. Ka avancim të gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë, por nuk ka përmbyllje. Statusi i gjuhës shqipe do të rregullohet me ligj, ashtu siç e kërkon edhe vetë marrëveshja e Ohrit dhe Republika dhe Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë. Gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve, gjithashtu është gjuhë zyrtare.